Siguria në gjykata vijon të jetë një problematike ende e pasgjedhur edhe pse jemi në fillim të vitit 2026 dhe ku vitin e shkuar u trumbetua me të madhe se do të merreshin masa, aq më tepër pas vrasjes në sallën e gjyqit të gjyqtarit të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Astrid Kalaja. Nga vëzhgimi i kësaj të mërkure në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë, nuk ishte ndryshuar asgjë nga një vit më parë. Shqetësimi është ngritur edhe nga shoqata e gjyqtarëve. Konstatohet se kontrolli personave që hyjnë në ambientet e gjykatave kryhet nga punonjës të patrajnuar pas standarde të unifikuara sigurie e të keq paguar, duke mos plotësuar kështu kriteret për të kryer shërbimin e kontrollit në mënyrë efikase. Sipas shoqatës së gjyqtarëve, mungon ndarja funksionale e ambienteve të brendshme ndërmjet gjyqtarëve, stafit administrativ, palëve në proces dhe publikut. Po ashtu evidentohet se në shumicën e ambienteve gjyqësore mungojnë pajisje teknike të kontrollit të sigurisë, si detektorët metalik, mjetet e skanimit e të tjerë. Tjetër problem që ngrihet për sigurinë është edhe mungesa e personelit dedikuar për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore në sallat e gjykimeve. Kjo situatë ka tejkaluar kufijtë e një vështirësie të përkohshme, duke cënuar drejt për drejt respektimin e parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, efektivitetin dhe eficiencën e administrimit të drejtësisë, si dhe perceptimin dhe besimin e publikut ndaj sistemit gjyqësor. Kjo situatë është shoqëruar madje edhe me raste ekstreme të cënimit të jetës së gjyqtarëve, deri në rastin tragjik të kolegut ton, gjyqtar Astrid Kalaja, nënvizohet në rezolut, duke u referuar edhe çështjeve të mbartura. Për sigurinë në gjykata, shoqata e gjyqtarëve kërkon rritjen e numrit të punonjësve të trajnuar dhe rritjen e trajtimit financiar të tyre, vendosin e detektorëve dhe pajisjeve të tjera të kontrollit në hyrjen e gjykatave, krimin e ambienteve të ndarë dhe të sigurta për gjyqtarët dhe administratën gjyqësore, sigurimin e personelit për ruajtjen e rendit në sallat e gjykimit dhe krimin e ambienteve të reja për sallat e gjykimit.